fruti që shumica e të moshuarve në vlerësojnë, por që pas moshës 70 vjeç mund të rikthejë energjinë, forcën dhe pasionin seksual. Ananasi, sekreti tropikal i harruar. Pas moshës 70 vjeç, shumë njerëz besojnë se lodhja është normale, se mungesa e energjisë është e pashmangshme dhe se pasioni seksual i përket vetëm kujtimeve të rinisë. Mjekët shpesh thonë, është mosha. Shoqëria e pranon. Vetë të moshuarit dorëzohen, por e vërteta është shumë më ndryshe. Në shumë zona të botës, burra dhe gra mbi 70, madje mbi 80 vjeç, vazhdojnë të jenë energjik, të ecin çdo ditë, të ndjejnë dëshirë për jetë, për dashuri dhe po edhe për intimitet seksual. Çfarë i dallon ata nga të tjerët? Jo ilaçet, jo mrekullitë artificiale, por ushqimi. Dhe një nga ushqimet më të fuqishme, më të nënvlerësuara dhe më keqkuptuara është ananasi. Shumë njerëz e shohin thjesht si një frut të ëmbël, tropikal, ndonjëherë edhe luksoz. Disa të moshuar madje e shmangin, duke menduar se është i fortë për stomakun ose vetëm për të rinjt. Por shkenca moderne dhe traditat e vjetra tregojnë diçka tjetër. Ananasi është një frut që punon drejt për drejt mbi energjinë, qarkullimin e gjakut, hormone dhe vitalitetin seksual, sidomos pas moshës 70 vjeç. Çfarë ndodh me trupin pas moshës 70? Për të kuptuar pse ananasi është kaq i rëndësishëm, duhet të kuptojmë fillimisht çfarë po i ndodh trupit në këtë moshë. Një, qarkullimi i gjakut ngadalësohet. Enët e gjakut humbasin elasticitetin. Gjaku nuk qarkullon më lirshëm drejt muskujve, trurit dhe organeve seksuale. Kjo sjell lodhje kronike, ftohje të duarve dhe këmbëve, ulje të ndjeshmërisë seksuale. 2. Inflamacioni rritet në heshtje. Shumë të moshuar vuajnë nga inflamacioni brendshëm pa e kuptuar. Ky inflamacion shkatëron energjinë, dobëson sistemin hormonal, ul dëshirën seksuale. 3. Hormonet bien, por jo plotësisht. Testosteroni dhe estrogeni bien, por nuk zhduken. Ato kanë nevojë për ushqime që i mbështesin, jo që i bllokojnë. 4. Tretja dobësohet. Kur tretja nuk funksionon mirë, vitaminat nuk përthithen. Energjia bie. Trupi fiket gradualisht. Pikërisht këtu hyn ananasi. Ananasi jo thjesht frut, por aktivizues biologjik. Ananasi përmban një substancë shumë të veçantë që quhet bromelain. Çfarë është bromelaina? Bromelaina është një enzim natyrale që ndihmon tretjen e proteinave. Ulfa përmirëson qarkullimin e gjakut. Ndikon pozitivisht në sistemin hormonal. Në moshën e re, trupi prodhon vetë shumë enzima. Pas 70 vjeç, prodhimi bie ndjeshëm. Pa enzima, trupi lodhet edhe nga ushqimi. Ananasi e kompenson këtë mungesë. Pse ananasi ndikon drejt për drejt në energji? Energjia nuk vjen nga kafeja, as nga sheqeri artificial. Ajo vjen nga qarkullimi i mirë i gjakut, oksigjeni në qeliza. Tretja e pastër. Ananasi pastron enët e gjakut, ndihmon oksigjenimin, lehtëson punën e stomakut. Shumë persona mbi 70 vjeç raportojnë se pas konsumit të rregullt të ananasit, zgjohen më të freskët, ndihen më të lehtë në trup, kanë më pak nevojë për gjumë gjatë ditës. Lidhja mes ananasit dhe pasionit seksual. Këtu shumica befasohen. Energjia seksuale nuk është vetëm çështje dëshire mendore. Ajo varet nga qarkullimi i gjakut, nervat, hormonet, gjendja inflamatore e trupit. Ananasi ndikon në të katërta. 1. Përmirëson qarkullimin në zonën intime. Kur gjaku qarkullon më mirë, ndjeshmëria rritet si te burrat ashtu edhe te gratë. 2. Ul inflamacionin që bllokon dëshirën. Inflamacioni kronik është armiku i fshehtë i pasionit seksual. Bromelaina e ul këtë inflamacion natyrshëm. 3. Ndihmon balancën hormonale. Ananasi nuk është hormon artificial, por ndihmon trupin të përdorë më mirë hormonet që ende prodhon. 4. Rrit vetbesimin. Kur ndihesh më energjik, më i lehtë, më i gjallë, edhe dëshira kthehet natyrshëm. Gabimi më i madh që bëjnë të moshuarit me ananasin. Shumë e provojnë një herë, nuk ndjejnë mrekulli dhe dorëzohen. Por ananasi nuk është ilaç i menjëhershëm, është aktivizues gradual. Efekti i tij vjen me konsum të rregullt, në sasi të moderuar, në mënyrën e duhur. Në pjesët e ardhshme do të shpjegoj sa ananas duhet konsumuar, në cilën orë, kush nuk duhet ta konsumoj pa kujdes.
Kombinimet më të fuqishme për energji dhe pasion seksual. Çfarë përmban ananasi dhe pse trupi mbi 70 vjeç reagon kaq fort ndaj tij? Vitaminat, minerale dhe enzimat që zgjojnë vitalitetin e harruar. Nëse do ta shinim ananasin vetëm si frut të ëmbël, do të gabonim rënd. Në të vërtetë, ananasi është një kombinim i rrallë substancash biologjikisht aktive, të cilat janë veçanërisht të vlefshme për trupin e një personi mbi 70 vjeç. Trupi në këtë moshë nuk ka më nevojë për sasi të mëdha ushqimi, por për ushqim inteligjent, ushqim që punon, jo që rëndon. Një bromelaina, enzima që trupi i moshuar nuk e prodhon më. Në pjesën e parë përmendëm bromelainën, por tani do ta shpjegojmë më thellë pse ajo është kaq vendimtare. Çfarë bën bromelaina konkretisht? Bromelaina zbërthen proteina që përndryshe do të fermentoheshin në zorë, ul dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësinë e trupit. Pastron inflamacionin e brendshëm. Ndihmon qarkullimin e gjakut. Pas moshës 70 vjeç, tretja e proteinave dobësohet. Shumë ushqime ulen në stomak. Energjia shkon për tretje, jo për jetë. Bromelaina e lehtëson trupin, dhe kur trupi nuk lodhet për të tretur, energjia rikthehet. Kjo është arsyeja pse shumë të moshuar ndjehen më aktiv vetëm pak javë pas futjes së ananasit në dietë. 2. Vitamina S më shumë se imunitet. Shumica mendojnë se vitamina shërben vetëm për ftohjen, por për trupin mbi 70 vjeç, ajo ka role shumë më të thella. Vitamina S në ananas forcon enet e gjakut, përmirëson qarkullimin, ndihmon prodhimin e kolagjenit, mbështet gjëndrat hormonale. Pa vitaminë S të mjaftueshme, enët bëhen të brishta, qarkullimi dobësohet, ndjeshmëria seksuale bie. Ananasi ofron vitaminë S në formë natyrale, e cila përthithet shumë më mirë se sa suplementet artificiale. Kjo ka rëndësi të madhe për ereksionin të burrat, lagështinë dhe ndjeshmërinë të gratë, reagimin nervor gjatë intimitetit. 3. Mangani, minerali i energjisë dhe hormoneve. Një nga mineralet më të nënvlerësuara, por jetike pas moshës 70 vjeç, është mangani. Ananasi është një nga burimet më të mira natyrale të tij. Çfarë bën mangani? Ndihmon metabolizmin e energjisë, mbështet prodhimin hormonal, përmirëson shëndetin e kockave, ndikon në funksionin nervor. Mungesa e manganit shpesh shfaqet si lodhje pa shkak, peti, ulje e dëshirës, humor i rënë. Kur mangani rikthehet përmes ushqimit, shumë persona ndjejnë një zgjim të brendshëm. 4. Antioksidantët, pastrimi i qelizave të lodhura. Me kalimin e viteve, qelizat dëmtohen nga stresi, ushqimi i përpunuar, ilaçet e shumta, mungesa e lëvizjes. Ananasi përmban antioksidant që mbrojnë qelizat, ngadalsojnë plakjen funksionale, ndihmojnë rigjenerimin. Kjo nuk është teori, është arsyeja pse lëkura përmirësohet, syt duken më të gjallë. Trupi reagon më shpejt, dhe kur trupi reagon më shpejt, edhe dëshira seksuale zgjohet. 5. Sheqeri natyral, energji pa rrëzim. Një frikë e zakonshme, ananasi ka sheqer. Po ka, por është sheqer natyral, i balancuar me fibra dhe enzima. Çfarë do të thotë kjo? Energjia çlirohet gradualisht. Nuk ka rënje të menjëhershme. Nuk lodhet pankreasi. Kjo është shumë e rëndësishme për të moshuarit me lodhje kronike, ata që ndihen të fikur pas drekës, ata që shmangin frutat nga frika e diabetit. Në sasi të kontrolluar, ananasi ndihmon, nuk dëmton. 6. Pse disa njerëz ndjejnë ndryshim brenda 7-14 ditësh? Jo të gjithë reagojnë njësoj, por ata që ndjejnë ndryshim shpejt, zakonisht kanë inflamacion të lartë, tretje të dobët, mungesë enzimesh. Kur këto probleme lehtësohen, energjia rritet, trupi çlirohet, mendja bëhet më e kthjellët, dhe nga kjo gjendje lind natyrshëm dëshira për lëvizje, dëshira për afërsi, dëshira për jetë. Si duhet konsumuar ananasi pas moshës 70 vjeç që të sjellë energji dhe të zgjojë pasionin seksual? Sasia, koha dhe mënyra e duhur, jo rastësisht. Shumë njerëz dëgjojnë për përfitimet e ananasit, e blejnë, e hanë një ditë, ndoshta 2 dhe pastaj thonë, për mua nuk funksionoi. Problemi nuk është fruti, problemi është si konsumohet.
Pas moshës 70 vjeç, trupi ka nevojë për ritëm, rregull dhe butësi, jo për teprime. 1. Sasia e saktë më pak është më shumë. Një nga gabimet më të shpeshta është ngrënia e sasive të mëdha. Sasia ideale: 100-150 gram ananas i freskët në ditë. Rreth 2-3 feta mesatare. Kjo sasi jep enzima të mjaftueshme. Nuk irriton stomakun. Nuk ngarkon sheqerin në gjak. Më shumë se kaq nuk e rrit efektin, përkundrazi mund ta dobësoj. 2. Koha më e mirë për konsum. Koha është po aq e rëndësishme sa sasia. Koha më e mirë: në mëngjes, 30-60 minuta pas gjimit, ose para drekës, me stomak relativisht bosh. Në këtë mënyrë, bromelaina vepron maksimalisht. 3. Përmirësohet për gjithë ditën. Energjia shpërndahet gradualisht. Mos e konsumoni vonë në mbrëmje, sepse mund të aktivizojë trupin, të pengojë gjumin, të shkaktojë ndjesin nxehtësie. 3. Ananasi i freskët apo i konservuar. Kjo është shumë e rëndësishme. Ananasi i freskët përmban bromelainë aktive. Ka më shumë enzima. Ka efekt real në trup. Ananasi i konservuar. Bromelaina është shkatëruar nga nxehtësia. Shpesh ka sheqer të shtuar. Efekti është minimal. Nëse synimi është energjia dhe pasioni seksual, vetëm ananas i freskët. 4. Me stomak bosh apo pas ushqimit. Për personat mbi 70 vjeç, kjo varet nga stomaku. Nëse stomaku është i fortë, konsumojeni me stomak bosh. Efekt më i shpejtë dhe më i fortë. Nëse stomaku është i ndjeshëm, konsumojeni pas një vakti të lehtë, për shembull pas kosit ose tërshërës. Qëllimi është rehatia, jo dhimbja. 5. Kombinime që e fuqizojnë efektin. Vetëm ananasi është i mirë, por i kombinuar me disa ushqime të thjeshta, efekti rritet ndjeshëm. Kombinimi 1 ananas-arra përmirëson energjinë nervore, mbështet hormonet, ndihmon pasionin seksual. Kombinimi 2 ananas-kos natyral mbron stomakun, përmirëson përthithjen, rrit energjinë pas stres. Kombinimi 3 ananas-mjalt pak rrit qarkullimin, jep ngrohtësi trupit, mbështet vitalitetin. Këto kombinime janë veçanërisht të dobishme për personat mbi 75 vjeç. 6. Sa shpesh duhet konsumuar. Këtu shumë gabojnë duke e konsumuar vetëm herë pas here. Rregulli i artë: 4-5 ditë në javë. Jo domosdoshmërisht çdo ditë. Trupi i moshuar ka nevojë për ritëm, por edhe për pushim. Konsumi i rregullt për 3-4 javë është çelësi i ndryshimit. 7. Shenja që trupi po reagon pozitivisht. Pas një 3 javësh, shumë persona raportojnë më pak fryrje, më shumë energji në mëngjes, përmirësim të humorit, ndjeshmëri më të madhe trupore. Këto janë shenja të mira. Do të thotë që trupi po zgjohet. 8. Kur duhet ndalur ose ulur sasia. Edhe gjërat e mira duhet dëgjuar me trupin. Ndalo ose ul sasin nëse ndjen djegje në stomak, ke diare të vazhdueshme, ndjen nervozizëm të tepruar. Kjo nuk do të thotë që ananasi nuk është për ty, por që sasia duhet rregulluar. Kush duhet të ketë kujdes me ananasin pas moshës 70 vjeç kur është i dobishëm dhe kur kërkon maturi. Edhe pse ananasi është një frut natyral me shumë përfitime, jo çdo trup reagon njësoj, sidomos pas moshës 70 vjeç. Në këtë moshë, shumë njerëz marrin ilaçe, kanë sëmundje kronike ose stomak të ndjeshëm. Të flasim hapur. Ananasi ndihmon shumë, por duhet përdorur me mençuri. 1. Personat me probleme stomaku. Ananasi është frut aktiv. Enzimat e tij punojnë fort dhe për disa stomak kjo mund të jetë e tepërt. Kujdes nëse ke gastrit, refluks të fort, ulçer aktive. Si ta konsumosh në këtë rast? Gjithmonë pas ushqimit, jo me stomak bosh. Sasi më e vogël, 50-80 gram. I kombinuar me kos ose tërshërë. Shmang konsumimin në mëngjes herët nëse stomaku është i ndjeshëm. 2. Persona që marrin ilaçe për hollimin e gjakut. Kjo është shumë e rëndësishme. Bromelaina ndikon lehtë në hollimin e gjakut. Përmirëson qarkullimin. Në shumicën e rasteve kjo është pozitive, por kujdes nëse merr aspirin çdo ditë. Ilaçe të forta antikoagulante. Në këto raste,
Mos e konsumoni çdo ditë. Mbani sasi të vogël. Shmangni kombinimin me suplemente të ngjashme. 3. Personat me diabet ose sheqer të paqëndrueshëm. Ananasi ka sheqer natyral, ndaj kërkon kujdes. Rregullat për diabetikët. Gjithmonë pas vakti, kur vetëm. Jo më shumë se 80-100 gram. Kombinojeni me proteina ose yndyrë të shëndetshme. I konsumuar në mënyrë të zgjuar, nuk e rrit ndjeshëm sheqerin, por ndihmon energjinë. 4. Alergjit dhe ndjeshmërit. Disa njerëz ndjejnë pickim në gjuhë, djegje të lehtë në buzë. Kjo vjen nga bromelaina aktive. Çfarë të bësh? Shpëlaje gojën pas konsumit. Mos e konsumoni çdo ditë. Fillo me sasi shumë të vogla. Në shumicën e rasteve, trupi mësohet gradualisht. 5. Ndikon negativisht në veshka apo mëlçi. Kjo është një frikë e zakonshme. Në sasi normale, nuk dëmton veshkat, nuk ngarkon mëlçin. Përkundrazi, antioksidantët e tij ndihmojnë pastrimin. Problemet lindin vetëm nga teprimi. Konsumimi i përditshëm në sasi të mëdha. 6. Ananasi dhe presioni i gjakut. Ananasi përmirëson elasticitetin e enëve. Ndihmon qarkullimin. Kjo mund të ulë lehtë tensionin e lartë. Stabilizoj presionin. Personat me tension shumë të ulët duhet të e konsumojnë pas ushqimit, jo në mëngjes herët. 7. Kur nuk rekomandohet fare. Raste të rralla, por ekzistojnë. Pas operacioneve të freskëta. Në gjakderdhje aktive. Alergji e vërtet e konfirmuar. Në këto raste është më mirë të shmanget. 8. Pse maturia është qelësi pas moshës 70. Në këtë moshë, trupi nuk ka nevojë për tronditje, por për aktivizim të butë. Ananasi nuk është ilaç magjik, por një mjet natyral, që punon me trupin, jo kundër tij. Dhe kur përdoret si duhet, energjia rritet, pasioni zgjohet, trupi ndjehet më i gjallë. Kur trupi zgjohet përsëri, histori reale të njerëzve mbi 70 vjeç që rifituan energjinë dhe pasionin një mrekulli. Por ndryshimi i heshtur që nuk kthehet më pas. Shifrat dhe shkenca janë të rëndësishme, por për shumë njerëz mbi 70 vjeç, shembujt real vlen më shumë se çdo teori, sepse ata duan të dinë vetëm një gjë: a funksionon vërtet për dikë si unë? Përgjigjja është po, për shumë njerëz kur përdoret si duhet. Historia 1. Mendova se lodhja ishte fundi Ali, 74 vjeç. Aliu ishte 74 vjeç kur filloi të ndjehej i fikur. Nuk kishte dhimbje të forta, por zgjohej pa energji. Ecte pak dhe lodhej. Kishte humbur çdo dëshirë për afërsi. Ai mendonte se kjo ishte normale. Pas këshillës së vajzës së tij, filloi të konsumonte 2 feta ananas të freskët çdo mëngjes, 5 ditë në javë. Pas rreth 2 javësh, vuri re, bark më të lehtë, gjumë më të qetë, dëshirë për të dalë më shpesh. Pas 1 muaji, ecte më gjatë pa u lodhur. Ndjeu rikthim të dëshirës për intimitet. Jo si 30 vjeç, thoshte ai, por si një njeri i gjallë. Historia 2. Trupi i muzgjua, mendja u kthjellua Mira, 71 vjeçe. Mira ishte 71 vjeçe, aktive, por ndihej e rënduar, me dhimbje kyçesh, pa dëshirë për afërsi. Ajo nisi ananasin, pas dreks, me kos natyral. Brenda 10 ditësh, fryrja u ul, dhimbjet u zbutën, humori u përmirësua. Pas 3 javësh, ndjeu ndjeshmëri trupore, u ndje më femërore. Rifitoi dëshirën për afërsi. Ndjeva si kur trupi i më në fund më dëgjonte, tregonte ajo. Historia 3. Çifti që mendonte se gjithçka kishte mbaruar. Një çift mbi 75 vjeç, bashk prej më shumë se 45 vitesh. Dashuria ishte aty, por lodhja ishte e madhe. Intimiteti ishte zhdukur. Filluan të konsumonin ananas 4 ditë në javë, në sasi të vogël, në orare të rregullta. Pas 1 muaji, kishin më shumë energji, flinin më mirë, ndjenin afërsi emocionale. Pas 6 javësh, intimiteti u rikthye natyrshëm, pa presion, pa frikë. Nuk e kërkuam, erdhi vetë. Çfarë kanë të përbashkët këto histori? Jo mrekulli, jo teprim, jo ilaçe të forta, por rregullsi.
Sasi e moderuar. Durim. Të gjithë këta njerëz e përdorën ananasin si pjesë të jetës, jo si zgjidhje të përkohshme. Pse shumica nuk kthehen më pas? Sepse pasi trupi tret më mirë, lëviz më lehtë, ndjehet më i gjallë, njeriu nuk dëshiron të kthehet te lodhja, te rëndesa, te apatia. Ananasi bëhet pjesë e rutinës, simboli kujdesit për veten. Një vërtet që rrallë thuhet, pas moshës 70 vjeç, dëshira seksuale nuk zhduket. Ajo vetëm fiket nga lodhja dhe inflamacioni. Kur këto ulen, dëshira kthehet, pasioni zgjohet, jeta merr ngjyrë. Si ta përdorni ananasin për 30 ditë që të riktheni energjinë, forcën dhe pasionin seksual pas moshës 70 vjeç. Plani i thjesht që punon me trupin, jo kundër tij. Pas gjithë asaj që pam, një gjë është e qartë. Ananasi nuk është thjesht frut, por një mjet natyral aktivizues, kur përdoret me rregull dhe mençuri. Kjo pjesë nuk është teori, është udhëzim praktik. Plani 30 ditor i rikthimit të energjisë java një zgjimi i butë i trupit. Qëllimi, mësimi i stomakut dhe aktivizimi i enzimave. 2 feta të vogla ananas të freskët. Pas dreks, 4 ditë në javë. Çfarë të vëresh? Fryrje më e ulët, tretje më e lehtë, gjumë pak më i mirë. Java 2, aktivizimi i energjisë. Qëllimi, përmirësimi i qarkullimit dhe metabolizmit. 2-3 feta mesatare. Para drekës ose pas mëngjesit të lehtë. 5 ditë në javë. Shenja pozitive. Më pak lodhje. Dëshirë për lëvizje. Humor më i qëndrueshëm. Java 3, zgjimi i vitalitetit dhe pasionit. Qëllimi, ndjeshmëri trupore dhe energji nervore. 3 feta ananas. Me kos ose ara. 4-5 ditë në javë. Çfarë ndodh shpesh? Ndjesi ngrohtësie trupore. Reagim më i mirë fizik. Afërsi emocionale më e madhe. Java 4, stabilizimi. Qëllimi, ta bëni pjesë të jetës, jo eksperiment. 2 feta ananas. Në orar të njëjtë. 3-4 ditë në javë. Rezultati. Energji më e qëndrueshme. Trup më i lehtë. Dëshirë për jetë dhe intimitet. Çfarë të e se bëni gjatë këtyre 30 ditëve? Mos e konsumoni në sasi të mëdha. Mos e hani natën vonë. Mos e kombinoni me ushqime shumë të rënda. Mos prisni mrekulli brenda natës. Ky është proces, jo trup. 3 gabimet shkatërrojnë efektin. Përdorimi i parregullt. Trupi i moshuar do ritëm. Ananasi konservuar. Pa enzima, pa efekt. Teprimi nga padurimi. Më shumë më mirë. Një mesazh i sinqert për moshën 70. Nëse je mbi 70, trupi yt nuk është i prishur. Ai thjesht ka nevojë për ndihmë të zgjuar. Energjia nuk është luks. Pasioni nuk është turp. Dëshira për afërsi është njerëzore në çdo moshë. Ananasi nuk premton rini të rreme, por ofron gjallëri reale. Përfundim i fortë. Nëse do të zgjidhje vetëm një frut për energji, çaklim, vitalitet, pasion seksual pas 70.